Bashkëshorti u deklarua si homoseksual, stilistja e famshme thyen heshtjen. Në një botë ku dashuria shpesh merr etiketime, Diane von Furstenberg po rishkruan rregullat. 78 vjeçaria e ka bërë të qartë që deklarimi i të shoqit Barry Diller si homoseksual s'ka ndryshuar asgjë në lidhjen e tyre. Bashkëshorti i saj i 24 viteve tha në mars të vitit 2024 përmes librit të tij me kujtime Voknej se ishte homoseksual. Në një intervistë me Variety, Diane ju përgjigj pyetjes me shumë mençuri. Cili është ndryshimi? Se kuptoj, por nuk ndryshon asgjë. Më falni, është një pyetje budallaqe. Diane foli edhe për martesën e saj me princin Egon von Furstenberg, i cili tha se ishte biseksual pas ndarjes së tyre në vitin 1972, duke përzier humorin me sinqeritetin. Ajo tha: "U martova me 2 homoseksual. Mirë, se di pse, por për mua nuk janë homoseksual, kështu që nuk përbën asnjë ndryshim." Ajo tha se marrëdhënia e saj me Diller nuk ka të bëjë me mbështetjen ndaj tij. Njerëzit e shohin ashtu, për mua nuk është ashtu, se di. Po, e nxita unë të shkruante librin, për mua libri s'ka lidhje me këtë, është për jetën e tij. Sigurisht me mua u hap me njerë. Për 50 vjet unë isha i vetmi njeri me cilin hapej, më pas shkroi librin. Lidhja e tyre i ka kaluar gjithmonë për kufizime tradicionale. Ajo që nisi si miqësi rreth fundit viteve 70 u kthye në një histori të papritur. Ai u bë shpirti i mbi një, ka thënë Diane.